Nderuar besimtar, s'ka dyshim se prej atyre gjërave që më së shumti çdo shpirt dhe çdo zemër e synon dhe dëshiron është një jetë e qetë dhe është një jetë e paqë. Të paktën atë kohë, atë jetë që Allahu i lartësuar na ka vendosur në dispozicion dhe na ka bërë risk, njeriu me të gjitha mekanizmat, me të gjitha përpjekjet, mundin e tij, pra bën çmos që t'i adresoj dhe t'i mundësoj vetës së tij, familjes, atë lumturinë, atë qetësinë, atë paqen, dhe në fund fare ne jemi të vetëdijshëm që e gjithë pjesa tjetër pastaj është në shërbim të kësaj. Dhe për ta sqaruar të detaj se është shumë i rëndësishëm, ndonjëherë shqetësohemi, ndonjëherë mërzitemi, ndonjëherë marrim edhe si të madhe në momentin që mund të jemi dëmtuar në diçka materiale për shembull. Dhe automatikisht kjo gjë, ky shqetësim, kjo mërzitje, ne na krijon një stres, na krijon një rëndesë psikologjike, një rëndesë shpirtërore. Dhe në fund fare, kjo gjëja materiale e cila është na është dëmtuar, duhet të jetë në shërbim të kësaj paqeje shpirtërore, të kësaj lumturie, të kësaj qetësie. Ne bëjmë të kundërtën. Për shkak se është dëmtuar diçka apo jemi privuar nga diçka materiale, atëre flijojmë, bëjmë kurban atë që është më kryesorja, që është ajo paqja shpirtërore, që është lumturia, është qetësia, është harmonia me njerëzit. Prandaj njëherë i përmbysim situatat ose përmbysim peshorjen, nuk i njohim prioritetet, nuk i njohim përparësinë në jetën tonë. Gjithçka që është që na ka vendosur Allahu i lartësuar në dispozicion, duke filluar që nga qiejt dhe toka dhe gjithçka tjetër që ka, është në shërbim të njeriu, dhe kur themi është në shërbim të njeriu, është në shërbim që njeriu të arrijë qëllimin final. Dhe qëllimi final është kënaqësia e Zotit. Dhe pastaj pas këtij qëllimi, që është kënaqësia e Allahut të lartësuar dhe është përfundimi i mirë i këtij njeriu, është dhe që ky njeriu të jetojë i nderuar, të jetojë i qetë, në paqe, në harmoni dhe të jetë i çliruar nga sikletet. Kjo është ajo gjë që Allahu i lartësuar na kërkon dhe dëshirohet prej nesh, dhe gjithçka që ka krijuar Zoti i lartësuar është në funksion të kësaj gjëje. Tani konkretisht ku dua të dal dhe çfarë do ndajmë bashkërisht sot me ndihmën e Allahut të lartësuar. Në çdo moment ne kemi nevojë për udhëzimet hyjnore, se si të na shërbejnë këto udhëzime për paqen shpirtërore, për jetën e këndshme, për lumturinë, për harmoninë dhe kështu me radhë. Në çdo moment, madje çdo ditë, sa herë që gdhihemi, e kur do herë që ngrysemi, këtë duhet të kemi si synim. Në momentin që e kemi të falenderojmë shumë Allahun e lartësuar. Dhe sa shpesh na lipset dhe na nevojitet që të përmendim, të ndajmë bashkërisht hadithin madhështor, ku pejgamberi alayhis salam ka përfshirë, ka mbledhur, ka zvogëluar mirësinë e kësaj dhunjaje në 3 udhëzime, ose si thua në 3 sinjale. Kush gdhihet i sigurt në shtëpinë e tij, i shëndetshëm në trupin e tij, posedon riskun dhe furnizimin e ditës së tij. Është si ta ketë mbërthyer dunjan nga të 4 cepat. Pra na prezanton i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam një njerëz që ka mbërthyer dunjan nga të 4 cepat. Që do thotë e zotëron gjithë dunjan, të gjitha mirësitë e dunjas. Bujrum, kush është ky njerëz? Është një njerëz i cili thjesht është gdhir sot, i sigurt në shtëpinë e tij, në vatanin e tij. Nuk është në gjendje lufte, nuk është në gjendje hasmërie. Çfarë posëdon tjetër? I shëndetshëm në trupin e tij. Thjesht nuk është në spital. I shëndetshëm në trupin e tij, thjesht nuk lëngon, nuk rënkon nga dhimbja, nga sikleti, nga sëmundja. Përveç gjërave normale të cilat janë kalimtare, që ne nuk është çudi në mënyrë të përditshme do të kemi sikletet e vogla të kalueshme. Çfarë posëdon tjetër, elementi tjetër që e bën këtë njerëz që ka zotëruar gjithë dunjan? Posëdon dhe risk, posëdon dhe furnizim. Dhe ka quajtur pejgamberi alayhis salam risk. Dhe risk është diçka e cila është halal, pavarësisht se sa është sasia. Dhe diçka që Allahu i lartësuar e përkthen në bereqet, e përkthen në mirësinë, në dobi, pavarësisht se sa është sasia. Madje për ta kuptuar akoma më mirë, pejgamberi alayhis salam ka thënë dhe posedon riskun e ditës.
riskun e ditës, që do thotë njeriu mund të jetojë edhe me një vakt. Atëherë ky njeri, bashkë me familjen e tij, nuk është çudi që të kenë në shtëpinë e tij vese vaktin, një vakt. Prandaj ky njeri është se të kapur gjithë dunjan, është më pasaniku mes nesh. Dhe lutim Allahu lartësuar që të gjithë ne të jemi të tillë. Dhe lutim Zotin e gjithësisë që secili prej nesh të ketë jo vetëm këto 3 element, po të ketë madje edhe në formën më të egzageruar të mundshme, më të plotë të mundshme. Edhe njërë kthehem aty ku e fillova të nderuar. Secili prej nesh këto kuptime dhe këto orientime hyjnore duhet në mënyrë të përditshme të qarkullojnë në venat e tij. Të qarkullojnë në zemrën e tij, të jetojë me këto udhëzime hyjnore. Pse kjo gjë? Sepse ne na lipse dhe na nevojitet që dunjan ta peshojmë çdo ditë. Ta peshojmë, ta vendosim pra mos i mësy ditës tënde, pa marrë dhe pa vendosur në peshorën korrekte, peshorën hyjnore, peshorën që nuk gënjen. Është saktë peshorja e Zotit, pa vendosur në peshorën e Allahut të lartësuar dunjan, sa vlen. Pastaj marrim dhe peshojmë në peshorën hyjnore, shëndeti sa vlen. Paqja shpirtërore, përsëri e marrim, ajo qetësia që kemi, e marrim dhe vendosim në peshorën hyjnore, sa vlen. Nëse nuk i mësojmë ditës tonë me këtë detaj shumë të rëndësishëm, që të marrim të vlerësojmë dhe të peshojmë mirësitë që na ka dhënë Zoti i gjithësisë, atëherë ne qarkullojmë ose si thua jetojmë në mënyrë të ngatëruar. Është më se normale pastaj do të shohim se si na prish cilësinë e ditës tonë, mërzitemi, acarrohemi, zemërohemi, prishim harmoninë familjare, armiqësohemi njëri me tjetrin, ndoshta pse për një gërvishje makine të vogël. Në fund fare, në çfarë vlerë materiale përkthehet? Po 100 euro, 100.000 lekë për shumë. Po ai ja vlen kjo sasi dhe kjo vlerë që të shkatërroj ditën, të shkatërroj, të mërzitesh trisht gjithë ditën i mërzitur, të prishësh pastaj dhe harmoninë dhe ku diun qetësinë dhe lumturinë aty në familje dhe me të tjerë. Ai ja vlen secili bën llogarinë e tij. Prandaj, unë duaj që nuk e di do ta përfundojmë dot sot apo jo, po edhe nëse jo do ta ndajmë inshallah Zoti dhe në xhuman e ardhshme, që janë disa stacione, janë disa vendimarrje, janë disa vepra të cilat ne jemi peng i tyre. Ne na cënojnë cilësinë e jetës. Dhe në fund fare, orë të nderuar, çfarë është jeta e njeriu në këtë botë? Është një grumbull vendimarrjesh. Nëse ja qellojmë në këto vendimarrje, atëherë ne i bëjmë risk vetes tonë një jetë cilësore. Çfarë është jeta e njeriu? Për dikë është 60 vjet, për dikë është 70, 80, 90, më pak apo më shumë. Në fund fare çfarë është? Është një grumbull vendimarrjesh që ne i marrim në jetën tonë. Vendimarrje në çështjen e besimit. Vendimarrje në çështjen e raportit që do ndërtojmë me Zotin. Do jem besimtar apo Zot na ruaj dikush thotë nuk do jem besimtar? Do jemi devotshëm praktikant i përkushtuar apo dikush thotë jo më vëlla, kaq më mjafton, besimi është në zemër. Dakor? Do të jem i devotshëm i përpikt në kufijt ku ka caktuar Zoti i gjithësisë apo nuk do të jemi tillë? Do të kenë tendencë dhe prirjen për t'i tejkaluar, për t'i shkelur këto kufi. Mënyrën se si do ndërtoj familjen, mënyrën se si do të lidh kuror përpara kësaj, personi i cili do të lidh kuror dhe do të kaloj jetën, kriteret që do të ketë, cilësitë, ne vetë vullosim se si do të jetë jeta. Tregtia, biznesi që ti do të përzgjedhësh, shoqëria që ti do të përzgjedhësh, dakor? Mënyra se si do të operosh në jetën tënde, dhe në fund fare s'kepse janë kohë Zotit. Këto stacione ku ne përzgjedhim se ku do të jemi, ku do të jetojmë, çfarë do të përzgjedhim në jetën tonë, përcaktojnë edhe cilësinë e jetës në mënyrë të pashmangshme. Përveç nëse vjen diçka si sprovë nga Zoti i lartësuar dhe nuk është pjesë e zgjedhjes tonë. Atëherë këtu pastaj kjo është një sprovë që na vjen nga Allahu i lartësuar dhe ne me të drejtë mund të ndihemi të privilegjuar, më ka sprovuar Zoti, siç sprovoi Allahu i lartësuar profetët në mënyrë të ndryshme. Dhe në fund fare, Allahu i lartësuar thotë: Inna wajadnahu sabira ni'mal 'abd.
e gjeta atë durimtar sa e njeri mrekullueshëm ishte ai. Po pjesa tjetër mund të kemi përgjegjës për zgjedhjen dhe për mënyrën se si e ndërtojmë jetën tonë. Prandaj, orë të nderuar dhe të shtrenjtë, është jashtëzakonisht e rëndësishme që ne shpesh herë, unë kam amanet dhe përgjegjësi, po dhe secili prej nesh të jetë i vëmendshëm dhe të dëgjojë, por dhe të lexojmë, po dhe të mësojmë nga përvojat, po dhe të mësojmë nga mësimet që marrim se si jeta e njeriut është peng i zgjedhjeve të caktuara. Jeta e njeriut është peng, prandaj të rinjt dhe të rejat do ta dëgjojmë me vëmendje këtë gjë. Sepse janë në fillim të rrugëtimit, janë në fillim të korsisë. Dakor, dikush prej nesh tashmë është në mes, apo dikush ndoshta ka përshkruar goxha, dhe është pak e vështirë të ndreqësh dhe të rregullosh diçka që tashmë ndoshta e ke bërë jo korrekt. Edhe pse, elhamdulillah Zotit, besimtari përderisa është në jetë, është në kohë, përderisa është në jetë, qoftë për pak çaste përpara gargarës së fundit, përpara se vi shpirti në fyt. Është në kohë. Dhe sa shembuj të shumë të kemi në lidhje me këtë gjë. Atëherë më konkretisht, çfarë duhet të kemi parasysh orë të nderuar? Çfarë duhet që të kemi parasysh? Para njerë, jemi shumë të dobët, në këtë botë shumë të egër, shumë të rrezikshme, me shumë rreziqe, me stacione të frikshme, dhe me njerëz të cilët kanë pamjen e njeriut, por nuk është çudi të kenë zemrat e gërsirave dhe jetën e gërsirave, për ditëshmërinë e tyre. Ne nuk bëjmë dot pas Zotin e gjithësisë. Jemi shumë të dobët, shumë nevojtar për Allahun e lartësuar. Prandaj e nisim ditën tonë duke ju dorëzuar Allahut të lartësuar dhe duke i thënë jam shumë i dobët para madhështisë tënde dhe përpara ndihmës tënde o Zot i gjithësisë. Dhe shikoni se si na ka orientuar Allahu i lartësuar të kërkojmë mbrojtje e Zotit të gjithësisë nga sherrri i gjithçkaje që ka krijuar. I kemi dy surat të cilat quhen surat mbrojtëse. Surja Nas dhe surja Felaq. Secili prej nesh i di. Lexoni dhe këndoni mëngjes dhe mbrëmje. Pas çdo namazi, sepse prej gjërave të veçanta të mrekullueshme që kanë këto sure është momenti kur i kërkojmë mbrojtje Allahut të lartësuar prej sherrit, prej të keqes të gjithë shkaje që ka krijuar. Sepse prej atyre gjërave që ka krijuar Zoti i gjithësisë ka sherr, ka dëm, ka ligësi, ka dëmtim. Prandaj ne i kërkojmë mbrojtje Allahut të lartësuar. Dhe kjo është me urtësinë e Zotit të gjithësisë, sepse kjo botë çfarë është? Është një botë sprove. Është një botë testi. Dhe i dërguari Allahut të lartësuar thot në hadithin e mrekullueshëm, kush thot në mëngjes dhe në mbrëmje: Bismillahilladhi la yadur ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim. Kush thot në mëngjes dhe në mbrëmje 3 herë. 3 herë në mëngjes, 3 herë në mbrëmje. Me emrin e Allahut, i cili kur përmendet emri i tij, asnjë gjë nuk të dëmton, qoftë në qiell apo në tokë. Dhe Allahu është dëgjuesi absolut dhe i gjithdijshmi absolut. Pra filloi ditën duke përmendur emrin e Zotit, duke lidhur zemrën me Allahun, i cili nëse përmendet emri i Zotit, nëse lidhet zemra me të madhërishtmin me Allahun, nuk ka shans si të dëmtojë diçka në qiell apo në tokë. 3 herë në mëngjes dhe 3 herë në mbrëmje. Gjithashtu na orienton pejgamberi alayhis salam që sa herë dalim prej shtëpisë, çfarë të themi? Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. Dal prej shtëpisë, tani do të ekspozohem dunjas, angazhimeve të mia. Prej çështjeve të kësaj dunjaje dhe prej stacioneve të kësaj dunjaje janë dhe rreziqe të caktuar, janë dhe njerëz të caktuar. Atëherë them bismillah, dal prej shtëpisë me emër të Allahut. I jam mbështetur plotësisht me gjithë qenien time Allahut të lartësuar. Dhe s'ka ndryshim, dhe s'ka fuqi pa lejen e Zotit gjithësisë. I thuhet këtij personi, thot Muhamedi alayhis salam, hudit wa kufit wa uqit. Je i udhëzuar, je i mbrojtur, je i mjaftuar dhe shejtani i mallkuar ndryshon në rrugë kur kalon ky person, sepse s'ka lidhje më me këtë, s'ka çfarë t'i bëj këtij njeriu. Çfarë mund t'i bëjmë një njeriu i cili e ka lidhur zemrën me Zotin dhe i është thënë, i është vulosur, je i udhëzuar, je i mbrojtur dhe je i mjaftuar me këtë dua që ti ke thënë.
Ky është udhëzimi i parë ditor hyjnor që kemi ne. E nisim ditën duke mbështetur fort Zotin e gjithësisë, duke i demonstruar Allahut të lartësuar se sa të dobët jemi dhe se sa të nevojshëm jemi për madhështinë e Tij, dhe të bindur në mënyrë absolute se ku është adresa e mbrojtjes, e furnizimit dhe e suksesit. Dhe është tek Allahu i lartësuar. Udhëzimi i dytë ditor hyjnor. Besimtari shmang gjatë jetës së tij, gjatë përditshmërisë së tij, besimtarja, në veçantë të rinjt, të cilët orientohen nga emocioni, nga entuziazmi, nga çasti, nga ndoshta nga modele të caktuara. Shumë kujdes. Shmang nga jeta tënde. Krejtësisht, plotësisht, çdo vend i cili përbën rrezik, çdo shoqëri e cila përbën rrezik, çdo zanat i cili përbën konflikt ose përbën rrezik. Pse jo, mund të jetë dhe shkollë, mund të jetë zanat, mund të jetë, merri dhe filtroj gjithçka përpara se të fillosh jetën. Do fillosh jetën, pastaj gjithë jeta do të jetë peng e kësaj zgjedhjeje. Matu, mendo, pyet, interesohu, lutë fort Allahun. Fal namazin e istikharës për çdo hap që do të hedhësh në jetën tënde. Dhe jeta tënde patjetër duhet të jetë një jetë qëndrueshmërie, jo jetë aventurë, jo eksperiencë, jo aventurë, jo thjesht lojë. Dhe jo indikuar nga eksperiencat e tjerëve, sepse dikush mund të ketë një eksperiencë personale, më ka shkuar mirë vëlla. Për një vit u bëra i pasur. E hodha pas shpinë fukarallëkun. Brenda një viti më shikon me makinë, me të gjitha të mirat. Për një vit, vazhdo punoti, thot. Vazhdo punoti me robë. Mos u mashtron nga gjërat të tjera. Vendimarrjet, duhet jenë shumë të matura. Pra dhe shikoni se çfarë thot pejgamberi sa. Ata'anni min Allah wal ajala min ash-shaytan. Maturia, ti marrësh gjërat qetë, dhe ti marrësh gjërat me maturi dhe me peshim, dhe me të shikosh përvojat e njerëzve, dhe të pyesësh dhe të lutesh shumë Zotit, kjo është prej Allahut. Po nxitimi në çdo gjë është prej shejtanit të mallkuar. Dhe Allahu na përmirësoft në të gjithë jetën tonë, sepse në një aspekt apo në aspekte tjetër jemi të nxituar. Maturia prej Allahut, po nxitimi është prej shejtanit, prej shejtanit të mallkuar. Prandaj sa më shumë maturi në jetën e besimtarit dhe të besimtarës. Tjetër gjë, dhe unë po e përforcoj pak më shumë, mos i lejo vetes tënde të vini një moment qoftë në jetën e kësaj bote, qoftë në ditën kur dalim përpara Allahut të lartësuar, dhe të kafshosh dorën. Prej momenteve më të vështira dhe më të trishta është momenti kur robi kafshon dorën në shenjë mjerimi. Dhe kur e kafshojmë dorën ne në shenjë mjerimi, kur kthejmë kokën pas dhe shohim sa e dëmshme e rrezikshme ka qenë zgjedhja që unë bëra. Dhe prej këtyre zgjedhjeve shoqëria e keqe, Zot na ruaj. Shoqëria e keqe. Largohu prej shoqërisë së keqe më shumë se ç'largohesh prej rrezikeve më të mëdha të kësaj dunjaje, sepse nuk ka rrezik më të madh se sa shoqëria e keqe. Nuk ka hajër në një shoqëri të keqe. Shikoje dhe peshoje këtë shok, në peshorën hyjnore, në peshorën e besimit, në peshorën e dinjitetit, në peshorën e sigurisë, të qetësisë, larg njerëzve problematik. Larg njerëzve problematik. S'ke hajër tek ata. Ka krahasuar pejgamberi alayhissalam me dëmin që të sjell thjesht pa patur nevojë ti ri aty dhe tek një njerëz i cili është duke përpunuar hekurin. Të ko s'ke nevojë të rish aty morlla. Do digjesh, do djegësh rrobat, do tymosesh, minimumi do mbash erën e keqe. Kjo është shoqëria e keqe. Prandaj Allahu lartësuar thotë dhe përkujtoni dhe bëni llogarit mirë me ditën yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi. Ditën kur njeriu kafshon dhe zullumqari kafshon dorën e tij, thot ahi mjeri unë për rrugën e gabuar që ndoqa në jetë. Pse nuk ndoqa rrugën hyjnore të profetit dhe pse e mora filanin për shok. Po dini pse kjo dikush mund të thotë kjo shumë larg. Jo. Përpara se të kafshohet në atë ditë, këta njerëz e kafshojnë dorën në këtë botë. Kur vjelin pasojat e vendimarrjeve të tyre, të shoqërisë dhe gjithçka e tjetër. Prandaj, alhamdulillah, jemi musliman, s'kemi pse kafshojmë duart në jetën tonë për ditëshmërinë tonë.
tjetër orientim hyjnor i përditshëm, shumë i rëndësishëm, injoro shumë prej momenteve, shumë prej fjalëve, shumë prej njerëzve. Mos vlerësoj gjithçka, mos jep kohë dhe rëndësi gjithçkaje. Wa idha khatabahumul jahilun qalu salama. Në përditshmëri ka njerëz të cilët janë të pirë, të dehur nga mëngjesi dhe në mbrëmje, në përditshmëri ka njerëz të cilët janë droguar, në përditshmëri ka njerëz të cilët nuk e menaxhojnë dot stresin dhe tensionin që ka, dhe ndodh që ti të kapesh me këta njerëz, apo unë në moment caktuar Zot na ruaj. Wa idha khatabahumul jahilun qalu salama. Mos gjithë çdo gjë në çdo moment. Leri në rrugën e tyre. Shmang shumë për problemeve, shumë për problematikëve, shumë për çështjeve. Shmang, ignoroj. Është tjetër gjë kur duhet që robi të tregoj dinjitetin, është tjetër gjë kur duhet që të kërkoj të bëj të marrë hakun e tij, të drejtën e tij, po, se besimtari nuk është i poshtëruar. Ne nuk themi të jetojmë poshtëruar, por themi të jetojmë fisnik të mençur, të dimë se ku të qëndrojmë dhe të dimë se çfarë dhe sa të shmangim prej problemeve ditore. Orientim tjetër dhe udhëzim shumë i përditshëm hyjnor është përpiqu të jesh i qetë. La taghdab. Mos u irrito, mos u zemëro, mos u nervozo. Ka mundësi për asgjë, e gjitha është dunja. Ka mundësi që për asnjë çast, për asnjë moment, për asnjë arsye në botë të mos dalim nga vetja, dakord, është e pamundur. Është jashtëzakonisht e vështirë. Mirë, po ta ushqejmë këtë orientim hyjnor, këtë udhëzim të pejgamberit alayhis salam, ta ushqejmë veten derisa ta kultivojmë. Pse? Sepse i thanë dikujt, a ka mundësi të më përbledhësh gjithë moralet në një fjalë të vetme? Shko se sa madhështore. A ka mundësi të më përbledhësh të gjitha moralet? Të gjithë tërësinë e moraleve që duhet të ketë besimtari dhe besimtari në një fjalë të vetme? Thot po, la taghdab. Mos u irrito, mos u nervozo, mos u zemëro. Çdo thot kjo, nuk do thot që dikush të jetë pa ndjenja, të jetë dede, të jetë jo i ndjeshëm. Jo, mirë po e menaxhon veten e tij në një mënyrë të tillë sa që nuk del nga vetja, thot populli. S'del nga vetja. E ka veten në kontroll. Çfarë është zemërimi? Çfarë është nervozizmi dhe irritimi? Të dalësh nga vetja është një shkëndij që hedh shejtani i mallkuar dhe është një kapistër që e hedh tek njeriu dhe merr dhe orienton dhe e çon shejtani i mallkuar ku të dojë dhe Zot na ruaj ku e ka mundësinë për të na çuar. Prandaj si ja jap shansin, përpiqem të zgjidh gjitha situatat me qetësi dhe me maturi. Prandaj i dërguari i Allahut të rësuar i thot Ebu Dardas, mos u zemëro, mos u irrito, mos u nervozo, walakel janna, dhe ketë garantuar xhenetin. Dhe nuk është i fortë, i thot i dërguari i Zotit të rësuar, ai që e merr dikë në zemërim e sipër, në irritim e sipër, e merr dhe e përplas në tokë. Por i fortë i vërtet është ai i cili e gëlltit zemërimin, pra nuk vepron sipas zemërimit. Të gjithë jemi vetëdijshëm, Allahu na ruajt, Allahu na falt, na përmirësoft pasojat e frikshme, të tmerrshme të kësaj gjendjeje. Sa familje janë ndarë, janë divorcuar për shkak të momentit, dhe sa hasmëri janë krijuar për shkak të momentit, e shumë gjëra të tjera të cilat ju jeni akoma më të vetëdijshëm. Ai ta marrim dhe një udhëzim tjetër hyjnor të përditshëm. Burgose gjuhën tënde. Do të biesh rehat? Burgose gjuhën. Do ta nxjerrësh prej qelisë kur të bindesh dhe kur të sigurohesh se nuk të tradhton, nuk të fut në bela. Pjesën tjetër aty të jetë, në burg, në qeli, gjithë jetën. Përveç pasi një herë të jetë mbledhur komisioni dhe të jetë vërtetuar që tani që do ta lëshoj me orë me minutazh të caktuar, çfarë nuk do dëmtoj, për ndryshe më merr në qafë. I thanë oj dërguari i Allahut, men nejat. Ku është adresa e shpëtimit? Dua adresën e shpëtimit oj dërguari i Allahut, i thot. I thot imsik aleke hadha, merr edhe burgose këtë gjuhën. Merr burgose dhe të mjaftoj shtëpia tënde dhe qaj për gjunat e tua. E do adresën e suksesit të shpëtimit të biesh rahat në këto të trija, i thot pejgamberi alajhi salam. Burgos fillimisht gjuhën tënde
Lëshoje vetëm kur ti je i bindur dhe i sigurt se është vetëm në hajër. O fol mirë ose hesht. Sa bela Zot na ruaj na kanë ardhur vetë prej gjuhës. Bela, prit pak. Bela të cilat ndoshta i kemi konstatuar në të dunja, të tjerat që na janë fshehur dhe na janë përgatitur dhe na bërë gati për të na uzbuluar, Allahu na fal dhe na përmirësoj prej thashethemeve, prej intrigave, prej përgojimeve, prej nënçmimit dhe gjërave, prej sharjeve, ofendimeve dhe gjëra të tjera, të cilat ndoshta janë bërë paket për të zbuluar në botën tjetër, këto si kemi marrë ndoshta në konsiderat. Por thjesht diskutojmë për gjëra për të cilat jemi bërë pishmën që në jetën e kësaj bote. Pse e thash? Pse e fola? Pse e thash të fjalë? Prandaj ja ku jemi, prandaj është xhumaja. Prandaj që unë përpara se ta ndaj me ju, ta marr një herë ta përpunoj dhe të them ku je vetëm zotëri që do dalësh aty në mimber dhe do të udhëzosh të tjerë, do përkujtosh të tjerët. Të kultivosh një herë për veten tënde dhe pastaj hajde ti ndajmë bashkarisht. Këtu është adresa e shpëtimit, thot pejgamberi sa dhe adresa e lumturisë. Dhe diçka tjetër, or të nderuar, me këtë do të përfundojmë inshallah. Dhe edhe pse kjo meriton një xhumë më vete që inshallah do vi momenti. Fiksojeni, edhe pse në fund të hutbes është më se normale që përqendrimi të bjerë. Mirë, po kjo është për të fiksuar. Të paktën nga përvoja që kam në mënyrë vllazërore kur vëllezërit, motrat vinë dhe ndajnë shqetësimet e tyre. Allahu nderoft për vlerësimin. Çfarë kam konstatuar? Kam konstatuar që një pjesë e mirë e halleve, problemeve, shqetësimeve, të cilat i vuajmë sot, shkaku është vendimarrje të kryera, të bëra në momentet kur kemi qenë me besim të dobët. Në momentin kur kemi qenë me besim të dobët. Prandaj kur mos e lër besimin tënd të bjerë. Kur mos e cëno raportin tënd me Zotin e gjithësisë. Dikush ka lidhur kuror. Në momentin kur ka qenë jo mirë me besim. Si rrjedhoi kriteret për të përzgjedhur bashorten, nuk kanë qenë ato kriteret e një besimtari i cili tashmë ka ndarë mendjen do jetoj me Allahun dhe do jetoj si besimtar. Mirë po, e ka lidhur kurorën, tani çfarë ndodh? Vjen një moment që nuk i përgjigjet bashortja, dhe në thonjza mund të jetë në drejtën e saj se i thot, "Rëvlla, kur u martuan bashkë ti ishe besimtar. Çfarë kërkon prej meje?" Ose ana sjelltas, kjo vajzë ka lidhur që sot është e udhëzuar, dhe sot është me namaz dhe është e devotshme. Ka lidhur kuror në një moment kur s'ka qenë mirë me besimin. Vjen një moment që çfarë ndodh? Udhëzohet, forcohet në fe. Çfarë ndodh pastaj? Nuk i përgjigjet bashorti. Dhe është në një siklet jashtëzakonisht të madh. Kjo nuk do thotë tani që të marrim dhe të prishim familjet që kemi ndërtuar. Jo. Do bëjmë maksimumin të ruajmë këto familje, të investojmë tek këto familje, dakord, tek udhëzimi, tek çdo orientim i mirë. Por çfarë dua të them? Tjetër se u përqendrova vetëm te kurora. Dikush ka filluar një biznes. Në momentin që s'ka qenë i udhëzuar mirë, ose s'ka qenë mirë me besim, ose ka ndjekur një shkollë. Sot është peng i asaj gjëje, i asaj vendimarrje që ka bërë në momentin kur nuk ka qenë mirë me Zotin. Prandaj orë të nderuar, të ndërtojmë marrëdhënie të shëndetshme me Allahun, me Islamin, sepse do i shikon ndryshe gjërat një besimtar dhe ndryshe i shikon një pabesimtar. I shikon ndryshe gjërat një i udhëzuar dhe ndryshe një i cili nuk e ka udhëzimin ashtu siç duhet. Prandaj shumë e rëndësishme të jemi gjithmonë konstant me prirjen për të përmirësuar në raport me Allahun në mënyrë që mos kemi as zhgënjime dhe të mos kemi as pishmalliqe në jetën tonë. Allahu nderoft, Allahu mbuloft me mirësitë e Tij. Na ruajt Allahu mirësitë që kemi. Dhe lutim Zotin e gjithësisë të na ruajë Allahu lartësuar nga çdo gjë e cila është rrezik e dëmshme, na cënon besimin, na cënon imanin, raportin me Zotin, na cënon lumturinë, qetësinë, paqen. Pjesa tjetër është rrezik dunjaje. Pjesa tjetër kënaqu me atë që të ka dhënë Allahu. Kënaqu. Je i qetë me këto, kënaqu, shijoje jetën. Për gjëra materiale mos shkatroj jetën dhe mos shkatroj cilësinë e jetës. Allahu na përmirësoft që të gjithë, dhe Allahu na mbuloft me mirësitë e Tij. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullaha al-azim li wa lakum.